njërën nga këto shtëpi, se cila prej tyre është një kështjellë e vërtetë. Mjeshtërët pa njohur virtuos kanë gdhëmbër këto tavane dhe musandra. Bota shikohej prapa kafazëve e coptuar në qindra të copë. Kjo është një çatore që shërbente për të tharë robën. Dhe kjo një karret me thupra. Shumë fantazist kanë qenë banorët e këtij qyteti. Armët, koburrët dhe shpatët gjithmonë janë mbajtur gati për të mbrojtur atë nga armiqt. Me këto armë të parë tanë kanë luftuar për liri e tokë. Më kujtohet kur isha i vogël, netëve të dimrit, dëgjoja këngën monotone të shiut. Netëve që lomte që rëzohte ndonjë shtëpi e vjetër, dhe duke dëgjuar zhurmën e rënimit, mua më dukej se kështu do të rrëzohej pak nga pak i gjithë ky qytet i gurë, bashkë me ëndrat e banorëve të tij. Në mbulesën e mjegullës, qyteti më dukej fantastik, i kam të gjalla parasysh mustjet e feminismit. Po, ky qytet si gjitha dhe ynë ka patur një fat të rënd. Shekujt kanë lënë kudo bresat e tyre të forta. Pika me lart të qytetit burgu. Këtu çdo mbrëmje gardianët kontrollonin dritaret e burgut. Këto vajtimet vetmuara zgjasnin vite me radhë. Nënat e qytetit tim qanin djemtë të tyre. Ishte jeta e mbyllur që i mbyllte njerëzit vetvete, u ulte kokat, i shtypte në grushtin e saj. Tani, ky qytet si gjitha Beoin po lulzon. Të qarët e nënëve janë zvendësuar me sirenat e fabrikave, me ritmin e punës si kudo vlon, me gazin e lumturinë e njerëzve që ndjen veten zot të vendit të tyre. Kostumet e krahinës së Gjirokastrës, ato të qytetit të Labërisë të Tropullit, janë nga më të bukurit. Si gjithë kostumet popullore të Shqipërisë, edhe ato janë me artë e mjeshtëri.
Shtëpirat e larme, stolit prej ari dhe argjenti, prerja dhe forma që kanë marrë, dëshmojnë fariqartë për shijen e lartë artistike të popullit tonë. Këto kostume të parëve ruhen me kujdes ndër shtëpi dhe në muze. Në spitalin e qytetit tim, fshatarët dhe qytetarët janë nën kujdesin e mjekëve të shquar që u lehtësojnë dhëmbjet dhe u kthejnë sërish shëndetin dhe gëzimin. Dhe të duket çudi që në gjirin e tij të fortë ky qytet rrit të tillë fëmijë të bukur. Ata do të rriten, do të shkojnë në shkolla, do të mësojnë dhe me krenari do të thonë, ne kemi lindur në një qytet muze. Dhe kështu jeton ky qytet i largët malor si i gdhëndur në gur. Shtëpit janë të çuditshme, rrugët e shtrëmbra dhe të ngushta, por njerëzit janë të gëzuar. Banorët e këtij qyteti të lashtë janë krenar që nga gjiri i tyre kanë nxjerrë në çdo kohë patriotë të mëdhenj, njerëz të pushkës e të diturisë.